Do të vinë sërish në Prishtinë, por jo bashk. Krerët e partive shqiptare që janë pjesë e koalicionit vlen, po synojnë që këtë aleancë ta bëjë një subjekt të vetëm, por pa partinë e Arben Taravarit. Këtë të fundit, Izet Megjiti, që i prin Lëvizjes Demokratike, po e akuzon për afrim me partinë rivale të këtij koalicioni, Bashkimin Demokratik për Integrim. I vetmi që ka dilema zoti Taravari dhe duhet të sqaron me opinionin se nuk mundet pra edhe të jesh pjesë e vlenit edhe të bashkëpunosh me Bashkimin Demokratik për Integrim, sepse atëherë humb kuptimi i ndryshimit, humb kuptimi i asaj për cilën kemi kërkuar votën. Sikur ky mendon edhe një partner tjetër i këtij koalicioni. Bekim Qoku nga vetëvendosja në Maqedoni të Veriut konsideron se ato parti që në zgjedhjet komunale të tetorit që duan ngarojnë jashtë këtij partneriteti i çojnë ujë në mulli veç Ali Ahmetit të BDI-s. Por kreu i Aleancës për Shqiptarët hedh poshtë këto pretendime. Nuk ka bashkëpunim me BDI-n, kur do ketë, nëse ka, do jetë publikisht, ajo se s'më shefim ne për me asnjë që bashkëpunojmë. Taravari me partinë e tij nuk janë të dëshirueshëm as në takimin që u paralajmërua për këtë të premte, sërish në Prishtinë për ta shpallur bashkimin në një subjekt. Ati sipas medjeve në Maqedoninë e Veriut do t'i pri kreu aktual i Lëvizjes Besa, Bilal Kasami.